Me asfaltimin apo bekatonimin e 4 rrugëve të reja, numri i rrugëve në lagjet e banuara me popullat shqiptare në Kumanov brenda këtyre 6 muajve është rrumbullaksuar në gjithsej 10. Janë asfaltuara rrugët Vasa Pelagic e Vera Jocic, kurse ka filluar bekatonimi i rrugës Nikola Vapcarov, si dhe rikonstruimi i rrugës për në fshatin Ramali. Sipas Ridvan Hasanit, koordinatori këshilltarëve të BDI-s në Këshillin e Kumanovës, ndërtimi i infrastrukturës në lagjet shqiptare ka qenë ndër prioritetet kryesore gjatë fushatës së zgjedhjeve vendore të kësaj partie. Ky vit kalendarik, domethënë viti 2018 është një vit i suksesshëm, mund të them për 6 muaj. Mund të them rruga e 7 tash vetëm ka startuar rruga për fshatin Ramali, rruga kryesore që lidh nga mbarimi i lagjes Klima deri te fshati Ramali. Përtamisht totalin që mund të them lirisht se kemi arritur numri i 10 rrugëve. Po sipas Ridvan Hasanit, edhe me buxhetin e vitit 2014 janë paraparë të ndërtohen edhe shumë rrugë të tjera në lagjet e qytetit me popullat shqiptare si dhe në fshatrat e komunës së Kumanovës.